Të nderuar qytetarë të Maqedonisë Veriore, unë jam Bashkim Shabani, bashkëpunëtor shkencor, drejtori i klinikës për urologji Nën Tereza. Kam një apel deri te popullata: transplantimi kadaverik, dhurimi i organeve pas vdekjes është një nga aktet më humane dhe më fisnike që mund të bëjë njeriu. Duke dhuruar organe ne mund të shpëtojmë jetë dhe t'u japim një shans të ditë atyre që luftojnë me sëmundjet e rënda. Fatkeqësisht shumë pacientë përballen çdo ditë me pasiguri dhe humbasin shpresë për shkak të mungesës së donatorëve. Prandaj është shumë e rëndësishme të rrisim ndërgjegjësimin për rëndësinë e transplantimit kadaverik në shoqërinë tonë. Një donator i vetëm mund të shpëtojë disa jetë. Kjo është një akt solidariteti, humanizmi dhe dashurie ndaj jetës. Biseda me familjen për këtë temë dhe informim për mundësitë e dhurimit janë hapa të rëndësishme drejt ndryshimit. Le të tregojmë se jemi një shoqëri që kujdeset për njëri tjetrin, aty ku një jetë përfundon mund të fillojë një jetë tjetër. Prandaj duhet të dhurojmë jetë, bëhu hero, ju faleminderit.